Pa unë kohë vazhdojmë me pregaditjen e gurabive. Fillimisht, në një jenë më të madhe dhe më të thellë, do të shtojmë 125 gram gjalp. Mund të përdorni edhe margarinë nëse nuk keni gjalp, vetëm sigurohuni që ta keni të zbutur në ambient dhume, më së paku për 2 orë. Në këtë mënyrë do të mund t'ja japi më mirë dhe më lehtë formën gurabive. Vazhdojmë tani që te gjalpi, shtojmë një gotë çaji me vaj. Gota e çajit që po e përdorun është 120 ml. Si e shtojmë vajin, vazhdojmë që brenda tani tek brumi shtojmë një vezë plot. I shtojmë gjitha produktat me radhë. Në recetën e këtyre gurabive kemi nevojë edhe për një shiste. Njëjtë edhe matjen e një shistës e kam bërë në gotën e çajit, në të njëjtën ku e kam matur edhe vajin. Një gotë çaj, 120 ml me një shiste. Vazhdojmë që ta shtojmë sheqer pluhurin. Njëjtë edhe sheqer pluhur, një gotë çaj, 120 ml. Recetën e këtyre gurabive pluhur për pjekje do të shtojmë vetëm një lugë të vogël, një lugë çaji. Vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Në recetë kërkohen 3 gota nga 200 ml plot me miell. Kjo është gota që po e përdor, por do ta shtojmë mielin pak nga pak, nuk do ta shtojmë gjithën. Shtojmë njëherë 2 gotat me miell. Tani me dorë vazhdojmë duke përzier mirë derisa të formojmë një brumë mesatarisht të butë. Nuk do ta forcojmë shumë brumin e këtyre gurabive dhe miellin do ta shtojmë pak nga pak nëse ka nevojë. Do të na tregon vetë brumi tani duke e punuar. Unë shtova vetëm 2 gota njëherë. Do të shtojmë miell vetëm edhe pak, jo gjithë gotën. Brumin e gurabive e kemi gati. Duhet formoni një brumë kështu mesatarisht të butë. Dojmë tani që t'ju japim formën gurabive. Do të marrim një lugë gjelle. Lugën e gjellës do ta mbështjellim me një nylon ose qese kuzhine. Do ta bëjmë këtu të lëmuar mirë dhe vazhdojmë që t'ju japim formën gurabive. Marrim pak brumë, mos merrni shumë sepse luga nuk është shumë e madhe, pra mos ju bëhet shumë e fryrë gurabia. Vazhdojmë e shtypim tek luga që t'na e merr formën e lugës ose formën e gjetit që po ja japim ne sot. Pasi ja japim atë formën e lëmuar, e rrotullojmë nga ana tjetër, e lëmojmë edhe një herë dhe vazhdojmë tani me thik që t'ja bëjmë vijat e gjetit. Fillimisht me thik do ta ndajmë në mes, kështu, dhe tani pjesët anësore do t'i dekorojmë përsëri me thik për t'i bërë që t'na duken fiks si gjete. Pra, në këtë mënyrë. I largojmë dhe formën e gurabive e kemi gati. Na duhen kallop të shtrenjtë, forma të shtrenjta, thjesht na duhet vetëm një lugë, një thik për t'i fituar këto gurabi kaq të bukura. Do t'ju demonstroj vetëm edhe një. E ndajmë një herë në mes dhe vazhdojmë me thik t'i bëjmë këto vijat anësore të gjithëve. Dhe gati. Vazhdojmë kështu me tërë brumin. Dhe gurabit i kemi gati. Vazhdojmë tani që t'i pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë, diku afërsisht 15 minuta, jo më shumë. Mjafton që gurabit të thahen, jo të pjeken shumë, sepse do të forcohen shumë. Tani që janë pjekur gurabijat dhe janë ftofur pak, do të vazhdojmë që t'i dekorojmë. Në një pjatë më të vogël kam shtuar çokoladë të shkrirë. Çokoladën e kam shkrirë në avull. Gjysmën e gurabive do ta fusim në çokoladën e shkrirë për t'i bërë gurabijat edhe më të bukura për syrin. Vazhdojmë me kujdes, i rendisim përsëri në tepsinë edhe ku janë pjekur. Pasi dekorojmë gjitha me çokoladë, nga pak këtu në qoshe do t'i spërkasim me fëstëk të bluar, thjesht për dekor. Por nëse nuk keni,
mund t'i lini edhe ashtu si janë, sepse janë mjaftueshëm të bukura. Tani që janë ftofur dhe çokolata është ngrirë, gurabia t'i kemi gati, vazhdojmë i shërbim dhe i shijojmë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'ngjerin të kënaqur edhe nga kjo recetë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.